Allahun e falenderojmë, prej t'i falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilin e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet, përshëndetjet më të sinqerta, e dërgojmë krijesës më të mirë të Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim se çdo risi, çdo bidat robin e çon në humbje, dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej zjarrit të xhehenemit, neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, në këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, kam vendos me fol për një çështje, për një fenomen të keq që në shoqërinë tonë është bë pjesë e shoqërisë. O bë pjesë e shoqërisë, është bë pjesë e shoqërisë ky fenomen. Ky fenomen i keq, ky mëkat i madh te Allahu subhanahu wa taala dhe i rënd shumë, është fjala për vrasjen, dashurit e mi. Allahu te bareke wa taala na ka urdhëruar neve si robër ti që t'i frikojmë Allahut ashtu siç e meriton ai. Dhe duhet ta dim se cili prej neve se krimi më i rënd te Allahu subhanahu wa taala, apo prej krimeve më të rënda pas shirkut, është vrasja. Vrasja e një shpirti me të pa të drejtë. Islami ka ardhur për me rujt nderin, pasurinë, me rujt jetën e njeriut. Këto janë qëllimet e Islamit. Këto janë objektivat e Islamit. Për objektivat e Islamit është që të ruhet pasuria, të ruhet nderi, të ruhet do të thotë edhe jeta e njeriut. Për atë arsye, cënimi i jetës së njeriut është prej mëkateve më të rënda. Nëse i marrim edhe i shiqojmë statistikat, duke e bë gati hutbë një thënë drejtën gjatë javës, gjithsesi dje jo marr veç me një punë. Më interesoi që a kena diçka zyrtarisht me ditë që të vendin tonë çka të ndodh. Duke e bën një kërkim të shpejtë në rrjetet sociale, në për disa portale që e kanë trajtuar këtë temë, e gjeta në një portal për portaleve, i gjeta këto statistika të frikshme. Thot në vitin 2023 ka ndodhur 29 vrasje. Vitin 2024 17, 2025 18 vrasje, dërsa për 6 mujorshin e parë të vitit 2026 hala s'ka statistik për policisë. Por se çka më shqetësuese, dashurit e mi, se prej muajit maj deri në muajin qershor ka ndodhur 5 vrasje. Për 2 muaj. Brenda 2 muajve ka ndodhur 5 vrasje. Kjo do të thotë mua ka shtyt dashurit e mi që me marr me kujtu veten. Edhe juve me u kujtu se mos t'hin mendja me bo këtë vepër të shëmtume. Zotën pe thon me plot gojë dhe shumë qartë. Nuk e bën këtë vepër ndonjë person vetëse, ose i mungon imani, i mungon besimin Allahun, ose ka besimin e dopt. Se besimtari i vërtet që e nje Kur'anin, e nje sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as që shkon mendja me bo këtë vepër të shëmtume. Pse po thon vepër të shëmtume? Ndëgjë se Allah subhanahu wa taala kur na flet në Kur'an, na flet në Kur'an për këtë mëkat shëmtum, këtë mëkat të madh, këtë mëkat shkatërrues. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ijtanibu sab'a mubiqat", largoni pi 7 mëkateve shkatërruese. Ndër mëkatet shkatërruese që ka përmendur është edhe vrasja. Allahu kur flet në Kur'an dashurit e mi për këtë mëkat të madh, çish ka thënë Allahu: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, min ajli dhalika katabna ala bani Israil أنه من قتل نفسا بغير نفس
au fesadin fil ard, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Që sa është trishtueshme kjo dashurit e mi. Thot Allahu, prandaj ne i urdhëruam bitë e Israilit se kush vret ndo kënd që s'ka vran njeri apo nuk ka bosh katrim në tokë, është sikur se me i pavra krejt njerëzimin. Derdhja e gjakut një njeri me të pa të drejt është si me derdh gjakun e krejt njerëzimit. Pastaj Allahu thot në Kur'an: "Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq", mos ja merrni jetën asnjë njeriu gjë që Allahu ja u ka ndaluar atë gjë përveç se kur e kërkon e drejta. Po, a ka momente kur duhet do të thotë më vra tjetri, po, ama atë e bën shteti, kur ka shtet islam, ka rregulla, bëhet, ama individat nuk e bëjnë të asnjëherë, edhe nëse ju ka vra familjari i tij. Në prej mbeturinave që na kanë mbet, nëse vriten dy persona apo njëri e vran tjetrin, krejt familja duhet mu mbyll pse ka qellu një budall në familje. Pse një familjare ka bo një krim, tash duhet edhe djali i migjit se e mban me emrin e tij duhet mu mbyll për ta. Parat ka ardhë feja, ka ardhë islami me rujt jetën. Po, islami kriminalin e dënon. Neve po na mungojnë ligjet me i dënu kriminalat. Neve po na mungojnë ligjet që kur të vret dikush mu dënu me marrë dënimi meritor. Tash është zvoloj, në parën herë dalin e ka vra familjarin e vet, del shteti edhe e dënon me bukë të përjeshëm, e qojnë atje në gjykatën supreme, supremja e zbut e kthen vite ma pak. Tani edhe që ata njerëz nuk i besojnë mo, shvi besu. Kur ta lëshon vrasësin, mbas 10 vjetëve ta qetë të she, del bol për bol të e pi kafe. Parat ka anë shariatin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ka anë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala, en nefsu bin nefs, shpirt për shpirt, ke vëra, duhet mu vëra, selam aleikum. Jo në regula, dispozitat, vrasja kur të ndodh me gabim pa dëshirë, të në kretë, nuk është me një herë, ama me qëllim, e merë, i gjun, një karikator e shproz njeri edhe apetët, s'ka dosh me vra. Aman ja Rabbi, ja kerim. Wallahi billahi, po më vjen zërë me thonë që të fja që apo du me thonë, se ne në rrit, une, me kretë gjeneratës teme, e marë guximin me folë për gjeneratën teme, për tërë të treshat, se ne në rrit të indëgju babalor tonë të thonë, na shkum e ishala botë mirë për që ta. Qëtar në ka ardhë vakti, na vetë që e në rrit me këtë thënjët babalarve tonë, me thonë edhe na për e vlatë tonë, na e patem, po ishala që ta e vlatë tonë e kanë ma mirë, ishala për që ta e vlatë tonë, ka një litë që ka me mbrojt pasurinë dhe nderin e ti. Për ata sytë dashurit e mi vrasja, është pi mëkateve të mëdha të Allahu subhanahu wa taala. Këto dy ajete që i lexova para juve tregojnë madhështinë e jetës dhe vlerën e jetës që e ka te Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa i shtrejt është gjaku i njeriu te Allahu te bareke wa taala, për atë Allahu që ka thënë në Kur'an: "Wa man yuqtal mu'min wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adhaban 'azima." Fat kush do që e vret një besimtar me qëllim, ndëshkimi i tij është xhehenemi që do të qëndron në to përgjithmonë. Allahu është i zëmruar në atë dhe e ka mallkuar atë dhe i ka përgatitur një dënim të madh. Shishka thot një sahabi, një shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kur flet për këtë temë, thot Abdullah ibn Amri, ky hadith pe përmendi vetë si informat, pa dash mu detaju në këto tema, se nuk janë temat që shpjegon këto në hutbe. Për këtë hadith thu se hadith mauquf. Hadithi mauquf në shkencën e hadithit nën kupton që është transmetim që ndalet deri te sahabiu, nuk shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë është fjalë e një sahabiut. Që shka thot Abdullah ibn Amri për këtë thot:
Pse e bona që sqarim se shumë e ndëgjojmë këtë hadith, ka thonë pejgamberi sa, nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është hadithi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është fjalë e një sahabiut të nderuar të Abdullah ibn Amrit, ku thot le zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatl rajul muslim. Zhdukja e kësaj bote është më e lehtë tek Allahu se vrasja e një muslimani, një besimtari. Për atë dashurit e mi, Abdullah ibn Mas'udi transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. Gjëja e parë që në ditën e gjykimit do të gjykohen njerëz, janë do të thotë çka? Gjaqet. E madhe dashurit e mi. Ama kjo është e madhe ai që ka iman zemrën e tij. Ai që e beson që ka me dalë për Allahut. Çka është me këtë popull? Çka është me disa pikti populli? E sidomos me disa të ri që hinë mod me ato pederushkat e tyre. Që çfarë emnë që emnin e këtë mbrapsh bre? Me ato çantat pederushka edhe bon mod me mboj të revolen me veti. Këta ta jepin një farë përshtypje se këta ju të jetu në kohën e Gjonvejit, në kohën e kaubojcave. Këto elhamdulillah pi Zotit ka dashur Allahu subhanahu wa taala, djem ton, vllaznit ton, i kem që udhëheqin me shtetin ton. I kem djem ton të mirë që mundohen me na jep sigurinë neve. Nuk kem nevojë na me hes me revole. O kon koha e revoleve, kur kon koha e revoleve, janë ditë kush i ka përdor revolet. Ama për dy fjalë goje, për një konflikt më të voglin, e nxirr Altina dhe e gjun me vrat tjetrin auton. Tani mole me shku te hoxha. Hajde hoxh me na pajtu. Edhe na hoxhallort e gjevni kanë qosht që atje ka e gjevni arsye se duhet me i pajtu këta. Edhe pse unë për veti po flas, kjo mendimi jem personal. Qiftat e këtyne që bojnë me vetdije, vallahi betoj që këta për këta s'van me ndërmitsu. Këta duhet me ilonë mu kelbë në burg. Me ilonë, me papas, çka duhet me vepru me ta, te nas po veprot ashtu. Ama lut me ilonë mu kelbë. Edhe me shku, ko pas kohe, te dera të mi thonë, apo të pelqen vendi. Që i ki po vetës? Se me të vërtet dashurit e mi është mu shqetsu e sidomos, kush është prind e din këtë shqetsim që ka më të thonë, e sidomos ata prind që i kanë fëmit në kohën e adoleshencës, në atë pjesën e pubertetit që është kohë shumë e rrezikshme. Wallahi ladhim ka njerë ka fëmi, thot që ky baba em s'po dën me milion mu knaq. E unë tash për shfrytëzoj rastin se pas kamerës atje në gjën i madhe dhe i vogli po kom qef që tyne nëse kisha pas dëshirë me mi marrë vesh fjallë këta të vëgjlit, o i shkret, o i dashur jem, qaj baba ju që po të bërtep, qaj baba ju që po të sot, o djali jem mos mu vano, po hajde ma heret në shpi, aje ka frigën, aje nuk po dënë me të ndollë ty pikin atësive, po e ka frigën se mos po të ndollë me e keqja, sa atë zhvrojshd, ashtë eger është jashtë, sa që baba i meqem, vëllohi këtë ko, nuk e bërë zumin në rahat, e me elon e vladin e vetë me i arë shpin, një e në 2, në 3, në 4. Se po ka plot asit këqi, e Zoti e pastëroft vendin ton për të këqive, ja Rabbel Alemin. Allah e pastëroft këtë vend për njerëzve të këqi. Ja Rabbi, kush ja dënë të keqen, ja do të keqen këti vendi, këtheja të keqen shpinë e ti, ja Rabbel Alemin. Se ne na populli hekum, populli përsukutum, nuk kanë kalu, do të thot, vetë se diku 26 vite, pe që na kena nis, me morë frym shlirë, kur na u largu okupatori, na u largu i keqe, hekem të keqin prej shpis, vetë që me dosh një tjetrin, me afru një tjetrin, na nisem me vron një tjetrin. Ama kretë këto dashurit e mi, jonë të në arë si rezultat, se e në të i shkel urnat e Zotit, s'po punoj me urnat e Allah subhanahu wa ta'ala. Që ka thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, hadithin Abdullah ibn Omerit, i cili hadith gjidet në koleksionin më Bukhariut, kale Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, len jezale l'mu'minu min fushatin min dinihi, ma lem jusib dëmen harama. Besimtari, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, vazhdon të jetë në suazat festi, për deri sa nuk e ka derdh gjakun e ndaluar dikuj.
Para të dashurit e mi, po du me përfundu këtë hutbe me disa fjalë pe i loqës zemrës, duke e lutë Allahun: ja Rabbi, ti ai që ndëgjon fjalët tona, ti ai që sheh veprimet tona, ti ai që posedon çdo gjë dhe në dorën tonë dhe është çdo gjë. Ja Allah, përmirësoje gjendjen e popullit tonë. Udhëzoje rininë e këtij populli. Bëj që t'jenë rini e denjë, rini që kanë me respektu nanën, me respektu babën, me i respektu madhvjetrit. O Zot, mos e le këtë popull pa sabër. Ja Rabbi, o të na mungu sabri shumë. Na ço sabër, ja Rabbi, me njëri tjetrin. Ja Rabbi, na bëj për atyne që kena me rujt nderin e njëri tjetrit, kena me rujt gjakin e njëri tjetrit, ja Rabbel Alemin. Ja Rabbi, ndërsa atyne nanave, babalarve, që i kesh provu dhe ja u ke marr evlat e tyne që ju sabër, ja Rabbi. Bashkoj me të vdekurit e tyre në gjennet, ja Rabbel Alemin. Ndërsa, ja Rabbi, këta kriminel, këta gjakpirsa të cilët kanë ndirë gjak me të pa drejt, ja Rabbi, udhëzoj. Ja Rabbi, zbut jau zemrat e kthej në rrugën e drejt. Kthej në rrugën e drejt. Dhe ja Rabbi, na dhuro të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.